Në Halkidiki, dhe më thonë të Greqisë, edhe nëse këta si vjetë këshin vendosë me i qullë çmimet në qiell. Më thonë, dhomat për një hotel të 300-400 euro nota janë të zakonshme, ndërsa çmimet edhe të ushqimeve janë në qiell. Dhe më thonë, çmimet për klasë të ushqimeve të thjeshta, nëse doni me pagu një hamburger 15 euro ose një dëner, nëse doni një salat 3-14 euro, nëse doni një kafe 5-6 euro një macchiato, atëherë ky është vend ideal. Nuk ka qenë kështu vitet të kaluara, sepse kanë qenë edhe vjet edhe para vjet. Mirë po si vjet këta kishin vendosur me i qullë çmimet në qiell, një vend, do të thonë, shihet se ka konkurrencë të madhe prej vendeve të rajonit, sidomos duke filluar nga Rumania e poshtë, që vinë këtu vazhdimisht edhe grekët kanë vendosur me shfrytëzuar rastin. Prandaj besoj si vjetë Shqipnia mjetet një verzion më i mirë, pasi që atje çmimet nuk është se kanë lëvizur shumë, kanë qenë disa herë si vjetë edhe në Shqipëri dhe kanë pa që çmimet sidomos të ushqimeve janë për tokë. Fatkeqësisht të hoteleve janë shtrejtë sikur këtu, mirë po shpresoj që të mbledhen mend ta shfrytëzojnë rastin dhe pse jo të tërheqin më shumë turistë. Faleminderit. Me thonë kishin hyp çmimeve këta që një sallatë Cezar 13 euro, dhe sallatë pule. Masanena që krah pule 14 euro këtë, apo doner 15 euro ose hamburger 15 euro, të do më thonë. Pra, po flasim për çmime ekstreme.